Ju jeni një sipërmarrës i suksesshëm dhe shqiptari më i famshëm në botë në historinë e biznesit. A e shikoni të mundshme rikthimin në politikë? Sa i përket Kosovës, unë kam pasur gjithmonë se kontributi më i qëndrueshëm për vendin tim vjen nga ndërtimi i vlerës ekonomike dhe nga suksesi në sipërmarrje. Një biznesmen i suksesshëm krijon punësim, besueshmëri ndërkombëtare dhe ura bashkëpunimi që shpesh politika nuk arrin t'i ndërtojë. Mbështetja ime për Kosovën ka qenë dhe mbetet e vazhdueshme, e bazuar në veprime reale që motivojnë zhvillimi real dhe jo në deklarata boshe me të cilat qytetarët janë ngopur. Vetëm me dëshirë, kreativitet, guxim të madh për të vepruar, punuar, arrin të ndryshosh çdo gjë për mirë. Begjet Pacolli, ish presidenti dhe ish zëvendës kryeministri i Kosovës, një nga personazhet më të njohura në trevat shqiptare, edhe si pasojë e qenies si sipërmarrësi më i famshëm, ka folur në një intervistë për tema menjëherë pas daljes së emrit të tij në të ashtu quajturat dosje Epstein. Pacolli në intervistë flet edhe për çështjen e polemikave për aeroportin e Vlorës si dhe për çështjet politike të brendshme dhe rajonale. Zoti president, ka 2 ditë që është përfolur në lidhje me rastin Epstein dhe ju keni folur, ku natyrisht i keni kundërshtuar, por si mendoni ju, pse ndodh ky sulm ndaj jush? Lidhur me aludimet që po qarkullojnë në media, dua të jemi qartë, nuk kam pasur asnjë dieni dhe asnjë përfshirje në çështjen që lidhen me persona apo raste të përmendura së fundmi. Nuk kam asnjë informacion konkret dhe nuk kam qenë pjesë e asnjë zhvillimi të tillë që dikush i ka thënë dikujt, shiqo kush është Begjet Pacolli, këtë nuk ka mund. Nuk mundem dhe nuk do të mundem asnjëherë ta evitoj. Tashmë, telenovela Aeroporti të Vlorës e ka humbur shkëlqimin mediatik, por ama ka ende qasje të rëndësishme politike që ja vlen të kthehemi. Kryeministri Edi Rama deklaroi në konferencën e fundit se fjalët janë thyrë tashmë, po shpresojnë të respektohen afatet ligjore. Doja t'ju pyesja, çfarë ka ndodhur ndërmjet jush dhe kryeministrit? Sa i përket aeroportit, nuk kam premtuar asnjëherë asgjë që bie në kundërshtim me afatet e përcaktuara në kontratën që Mabko ka me shtetin shqiptar. Si kompani ndërkombëtare, Mabko quhet pikërisht për pikëmërinë dhe respektimin rigoroz të çdo afati ligjor dhe kontraktual. Kjo ka qenë dhe mbetet qasja jonë në çdo projekt që realizojmë. E nëse rrugës dikush do të pengojë duke shfrytzuar institucionet, prap unë nuk mund të bëhem magjik. Zoti Pacolli, president Trump e ka thirrur Kosovën, por dhe Shqipërinë në bordin e paqes. Si e komentoni dhe konsideroni ju këtë zhvillim, duke pasur parasysh dhe frekuentimet tuaja në mjedisin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Sa i përket zhvillimeve ndërkombëtare, konsideroj nismën e presidentit Trump si një përpjekje serioze për të adresuar sfida të mëdha globale përmes dialogut dhe qasjeve pragmatike. Megjithatë, duhet pranuar se vende si Kosova dhe Shqipëria kanë kapacitete të kufizuara ekonomike dhe nuk mund të mbajnë barë financiare që te kalojnë realitetin e tyre ekonomik. Kontributi i tyre duhet parë në kontekstin e rolit politik, diplomatik dhe human, jo përmes pritshmërive jo realiste financiare. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi para disa ditësh se e kërkojmë nga SBA se së bashku me paketën e paqes në Ukrainë duhet të diskutohet edhe për Ballkanin. Ju si një njohës i mjediseve në Rusi, nga që keni punuar dhe frekuentuar disa nga qarqet, si e konsideroni, a mund ta prekë kjo Kosovën? Në lidhje me Ballkanin, mbështes qartë orientimin euroatlantik të rajonit, perëndimi mbetet garancia kryesore për stabilitet, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë afatgjat. Çdo forcimi i bashkëpunimit me partnerët perëndimor sjell avantazhe konkrete për paqen dhe investimet, ndërsa çdo alternativë tjetër historikisht ka prodhuar pasiguri dhe stagnim. Ju jeni një sipërmarrës i suksesshëm dhe shqiptari më i famshëm në botë në historinë e biznesit. A e shikoni të mundshme rikthimin në politikë? Sa i përket Kosovës, unë kam pasur gjithmonë se kontributi më i qëndrueshëm për vendin tim vjen nga ndërtimi i vlerës ekonomike dhe nga suksesi në sipërmarrje. Një biznesmen i suksesshëm krijon punësim, besueshmëri ndërkombëtare dhe ura bashkëpunimi që shpesh politika nuk arrin t'i ndërtojë. Mbështetja ime për Kosovën ka qenë dhe mbetet e vazhdueshme, e bazuar në veprime reale që motivojnë zhvillimi real dhe jo në deklarata boshe me të cilat qytetarët janë ngopur.
Vetëm me dëshirë, kreativitet, guxim të madh për të vepruar, punuar, arrin të ndryshosh çdo gjë për mirë.